Të gjithë ne e dim vlerën dhe prestigjin që e ka pasur Imam Ahmedi. Thot për mësuesin e tij Shafiun, nuk bante puna vaki që unë të vijem ramja e mos të lutem për mësuesin tim që Zoti Xheleshanu ta mëshirojë dhe t'i japë suksese në jetën e tij. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe Ebu Hanifja. Thot asnjëherë në jetën time nuk di t'i shtroj kaumët drejt shtëpisë së mësuesit tim, edhe pse mes shtëpisë time dhe mësuesit tim qëndronin 7 lagje lart njëra tjetrës. 7 lagje ishin në mes shtëpisë time dhe mësuesit tim, por në shenjë respekti asnjëherë nuk i shtrita kamët drejt shtëpisë së mësuesit tim. Gjithashtu, për Ebu Hanifen thuan që nxënësi i tij thot asnjëherë nuk jam lutur për baban dhe për nanën pa mos qenë i pari në këtë lutje Ebu Hanifja, si mësuesi im, nga se ai më mësoi si ta dua Zotin, si ta adhuroj Zotin dhe si ta fitoj xhenetin.